mendon se një distancë kaq e madhe për gati 300.000 votash, 260.000, 270.000 vota, ka vend pretenduar që i kanë grabitur vjedhjet dhe mos ketë asnjë lloj reflektimi nga kjo parti dhe nga leadershipi i kësaj partie? Në rast se zgjedhjet do të jenë vjedhur, natyrisht që ato të anulohen ose të ketë pasoja mbi fituesin e zgjedhjeve. Për të bërë një lloj korrigjimi siç ndodhi në 2001-shin, opozita ka për detyrë të faktojë vjedhjet. Tym në erë se me anë të perceptimeve, apo edhe me anë të dëgjesave, apo edhe me anë të parit, që ti mund ta kesh parë vërtet që ka ndodhur, por nuk e ke faktuar. Strukturat të cilat kanë autoritetin për të anulluar zgjedhjet nuk t'i marrin parasysh. Pra, një parti organizuar, kur e di që ka përballë një sistem i cili ja vjedh zgjedhjet, sepse ky ka qenë pretendimi i përhershëm, sa herë që Partia Demokratike ka humbur zgjedhjet, aq herë Sali Berisha, si kryetari i saj në vite, në 34 vjet, ka dalë dhe ka thënë që zgjedhjet më ja vjedhin. Në të vetmin moment kur e vërtetoi vjedhjen, jo se herë tjera nuk ishte ndodhur. Por në të vetmin moment kur e vërtetoi zgjedhjen ka qenë në 2001-shi. Sepse Partia Demokratike nga 97 deri në 2001-shin u mor shumë e veten. U organizua, u strukturua, u shtri, do të thotë që u zgjerua dhe natyrisht pa kaluar te elektorati gri, por dhe sistemi zgjedhor i asaj kohe të jepte mundësi që nëpërmjet kandidatëve, vetë kandidatët nga lidhjet e tyre personale të thirrnin ose të thithnin elektorat gri. Kështu që në 2001-shin le të themi që për një kohë shumë të shkurtër, edhe pse Berisha ishte ai që ishte, që vazhdonte edhe në atë periudhë me amerikanët të kishte raporte të këqija dhe në përgjithësi me ndërkombëtarët të kishte një lloj perceptimi në publik si i izoluar, përsëri për avantazhin që i jep sistemi mazhoritar, për shkak të kandidatëve. Arriti do të thënë që të kishte një rezultat befasues. Befasues nisur nga fakti thash se ku ishte vendosur PD-ja. Rezultati ishte befasues, se edhe atë rezultat nuk e ka marrë vetëm PD-ja. Ishte befasues për shkak të degradimit që pësoi qeveria socialiste. Ka shumë faktorë. Apo si shkak i një alternative të re që solli Berisha. Alternativë të re në 2001-shin le të themi që nuk pati. Por degradimi i pushtetit ishte i tillë që i dha një lloj mundësie, do të thënë që në perceptimin publik njerëzit nuk realizuan pritshmëritë që kishte premtuar Partia Socialiste në atë kohë. Mendoj që ka qenë më analitik elektorati në atë periudhë, në kuptimin që nëse ti më premtove që kur të vish në pushtet do kthesh 100% parat e humbura nga firmat premendale, sa ai që problemi më i madh. Dhe ti nuk e realizon këtë, në atë moment elektorati pushtet ai që ishte shkaktari i firmave piramidale. Kjo paradoks vetëm shqiptar. Në këto kushte i faktuan, ti bëhemi shkurt, i faktuan zgjedhjen në 2001-shin, i çuan materialet në zyrat e Brukselit dhe në kancelaritë perëndimore. Dhe ata pastaj ju e dini shumë mirë se si vepruan. I ulën palët në Tryezë dhe vendosën që presidenti të bëjë konsensual, i dhanë opozitës kryetarin e lartë të shtetit, edhe disa institucione të tjera dhe do të thënë hapën terren e pranueshmërisë së Berishës në radhë parë, sepse ky ishte problemi i madh që kishte PD-ja, deri në atë kohë nuk pranoi. Ndërsa sot, le të themi që nga 2001 mbrapa, sa që ka humbur zgjedhjet Berisha, që nuk i ka zhvilluar vetë, nuk i ka njohur zgjedhjet. Pra, zgjedhjet e 2009 dhe zgjedhjet e 2013 si zhvilloi vetë, se ishte ai në pushtet. Dhe e njofi rezultatin dhe në 2013 dha dorëheqjen, sepse ato zgjedhje i bëri vetë ai. Pavarësisht se pretendoi prapë që Rama nëpërmjet grupeve që kishte pasur që nga bashkia më vodhi votat. Tani rezultati ishte 1 milion mbi 1 milion vota. Ke të drejtë edhe kur fitoi Rama që humbi zgjedhjet, prapë thamë kanë vjet. Pra, kjo është ideja që dhe pastaj dihet historia pas 2013-s deri sot vetëm është ankimuar, gjithmonë ka premtuar që do ta mbrojë rezultatin e zgjedhjeve. Në 2021-shin, domethënë kur Lulzim Basha doli dhe bëri një deklaratë që zgjedhjet janë manipuluar, procesi është tjerë deformuar, Berisha bëri një apologji të gjatë në mbrojtje të do të thënë të Lulzim Bashës. Dhe në vend të dilte të kërkonte vje fjala dorëheqjen e Lulzim Bashës, ai i dha mbështetje në 2021-shin dhe dihet ai përqafimi i famshëm në 17 korrik në Kongres, pasi ishte zgjedhur Lulzim Basha. Megjithatë,
si furboj politikës që është, në moment që u shpall non grata, ai ditën që ka votuar për Lulzim Bashën, që beshin votat për zgjedhjen e kryetarit, i pyetur nga gazetarët që çfarë do të bësh tani që je non grata, a do të pretendosh që të kthehesh në krye të PD-s nëse të mbron Lulzim Basha? Ai ka thënë never say never. Do të thënë kur mos thuaj kur. Dhe personalisht në ato ditë kam qenë në një televizion të Euronewsi me Esmeralda Mulën dhe i kam thënë, e shikoni këtë never say never. Ky është fillimi i shkatrimit të Partisë Demokratike. Se nga ky moment kërcënon kryetarin në detyrë Lulzim Basha, i thotë që nëse ti nuk më mbron nga sulmet që vijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga drejtësia shqiptare, atëherë unë do kthehem dhe do të marr partinë.